Shqipëria po tërheq gjithnjë më shumë vëmendje ndërkombëtare si destinacion dimror dhe Travel and Tour Award i ka kushtuar një artikull të posaçëm bukurisë së vendit tonë në muajin dhjetor. Sipas platformës, edhe pse Shqipëria njihet për peizazhe verore, dimri sjell një atmosferë krejt të veçantë me festivale, tradita dhe peizazhe të mbuluara me borë. Malet shqiptare, sidomos Alpet, marrin një qetësi të rrallë në këtë sezon, duke ofruar mundësi për ecje, eksplorim dhe sporte dimrore. Zona si Voskopoja dhe Mali i Dajtit përmenden si destinacione të përshtatshme për ski, ndërsa natyra e qetë jep vizitorëve një përbojë larg turmave. Artikulli vë në dukje se edhe qytetet historike si Beranti dhe Gjirokastra mbeten të mrekullueshme në dimër. Arkitektura karakteristike, rrugicat me kaldrëm dhe kalat e tyre krijojnë një atmosferë të ngrohtë dhe të paharrueshme. Tirana rekomandohet si ndalesa e domosdoshme për shkak të tregjeve festive dhe atmosferës së gjallë të Krishtlindjeve dhe të Vitit të Ri. Në fokus vjet edhe gastronomia, që konsiderohet pjesë e rëndësishme e përvojës dimrore, nga ushqime tradicionale e deri tek një filxhan kafe shqiptare për të ngrohur. Travel and Tour Award e cilëson Shqipërinë perlë dimrore të fshehur, që ofron bukuri natyrore, tradita vendasish dhe një përvojë të veçantë për çdo udhëtar që zgjedh ta vizitojë në muajin dhjetor.